Brenda që aty në kryesi, kryetari Abdi Gjiku ka kërku prej cili do antar të kryesis që ka të dhëna me shku direkt në policie dhe prokurori. Asnjë kryetar partie nuk do ta bënte këtë. Është çështje etike e dikujt që e bën këto. Puna është veç pse po përdorën tash për çfarë me dëmtu LDK-n. Kemi një pritje që në qeverinë e ashme, e cila përfshin Lidhjen Demokratike të Kosovës, duhet kemi pozicionin e kryeministit. Kryesia e LDK-s, pra të organet të partisë kanë dalë nga zgjedhjet e fundit të brendshme të partisë në nëntor të vitit 2023. Kjo udhëheqësi, pra ky kryetar, kjo kryesi, kjo këshill i përgjithshëm, ky kuvend i partisë ka autoritetin e plot për të vendosur, për të marrë vendime për në emër të LDK-s. Na jemi në ballë të detyrës, kemi me përfaqësu LDK-n në mënyrën më të mirë të mundshme, për aq sa kemi fuqi në kuvend. A do ta votoni kryeparlamentarin që do ta propozoj lëvizja vetëvendosje? Gjithçka që është kushtetuese në afatet e duhura, LDK-ja është e gatshme ta votoj. Para disa dite janë publiku disa biseda në Viber brenda grupit të kryesisë LDK-s. Çish i komentoni ju ato biseda? Janë biseda të brendshme të cilat kemi diskutuar për çështje të ndryshme. Ato SMS-a kanë qenë diku para një muaji diçka. Unë nuk e kuptoj pse ju tash di pse po publikohen tash, për ndryshe s'ka kur gjohë të jashtëzakonshme, i kemi diskutuar, kemi ezaurusi, diskutim, tash jemi përpara të kthyer, ka plot procese tjera të rëndësishme. Nuk është diçka që jemi të humor me atë punë. A është me të vërtetë skem kriminale që kanë çujtë disa prej kryesisë? Jo, absolutisht gjithçka. Brenda që aty në kryesi, kryetari Abdi Gjiku ka kërku prej cili do antar të kryesis që ka të dhëna me shku direkt në policie dhe prokurori. Asnjë kryetar partie nuk do ta bënte këtë, domethënë nuk e kemi pas një shembull të tillë, kështu që me kaq na kemi përfunduar si diskutim. Kushdo që ka të dhëna, prapë po i themi, shkoni në polici, prokurori. Kjo çështje është tepër e qartë. Po përndryshe, si diskutim, gjithçka ka shku mirë, zgjedhjet kanë shku mirë, i kemi përfunduar, tash jemi shkojmë përpara për procese të reja. Jo, ajo është çështje secilit është çështje etike e dikujt që e bën këto. Puna është veç pse po përdorën tash për çfarë? Me dëmtu LDK-n, me dëmtu proceset, me detyru LDK-n me bë diçka. Jo, kjo është e pa pranueshme, po është mbetet në ndërgjegjen e secilit, është çështje etike. Është diskutuar për formimin e qeverisë brenda LDK-s? Po besoj kemi bërë dhe publike qëndrimet të Lidhjes Demokratike të Kosovës sa i përket kësaj pune. Pra sipas interpretimit të gjykatës kushtetuese, i takon partisë së parë, në këtë rast koalicionit të vetëvendosjes guxo alternativa e të tjerë, që të ndërmarrin hapjen e parë. Hapi i parë është konstituimi i kuvendit duke nominuar një emër për kryetar të kuvendit. Pra gjykata kushtetuese na ka obliguar, na ka detyruar që të presim këtë rast partinë e parë vetëvendosjen që të propozojë një emër. Presidenti ja vetëm ka ftuar seancën e parë më 15 prill. Presim që vetëvendosja të përfundojë të kryejë obligimin e saj kushtetuese demokratik që të propozojë një emër, që të fillojë pastaj edhe procedura e votimit të kryetarit të kuvendit e pastaj edhe afatet kohore për formimin e qeverisë. A janë takuar anëtarët e LDK-s me ndonjë parti opozitare dhe cilat janë kushtet e LDK-s nëse do të formohet një qeveri opozitare në rast se lëvizja vetëvendosje nuk mund ta formojë qeverinë? Kjo është pyetje hipotetike, pra do të presim çka do të bëjë lëvizja vetëvendosje nëse do ketë numrat për formimin e qeverisë së radhës. Për tek kësaj, pra kemi edhe interpretimin kushtetues që nëse i pari nuk arrin që të krijojë numrat për themeluar qeverinë, pastaj kushdo tjetër që mund të dëshmoj presidentes që ka numrat për themelimin e qeverisë do të vazhdojë tutje, pra nuk ka renditje i dyti i treti, por kushdo që mund të dëshmoj presidentes që ka numrat e nevojshëm për themeluar qeverinë. Lidhja Demokratike e Kosovës pra ka qendrim publik për këtë çështje. Ne nuk po e quaj si kusht, po kemi një pritje që në qeverinë e ardhshme, e cila përfshin Lidhjen Demokratike të Kosovës, duhet kemi pozicionin e kryeministit për të arritur që në këtë mënyrë për të siguruar dhe garantuar që mund të zbatojmë programin ton Rruga e Re për Kosovën, përmes cilit dhe kemi garuar gjatë zgjedhjeve. Dhe e dyta, që është po ashtu e rëndësishme, është të kemi një qeveri stabile dhe afatgjatë për plot 4 vjet mandat. A jeni pro një qeverie opozitare? Nuk ekziston, pra e kuptoj që mediat kanë dëshirë që të kenë edhe kështu fraza
që bëjnë bum në medje, por nuk ekziston pra një blok opozitar. Liga Demokratike e Kosovës ka garuar në këtë zgjedhje si parti e vetme, pra si lidhje demokratike. Normalisht. Si Gjithmonë po flasim nëse. Si Lidhje Demokratike e Kosovës pa nëse, pra LDK ka garuar si parti e vetme me qëllim që në një qeveri të mundshme ku ajo është pjesëmarrëse duke pasur pozicionin e kryeministit, këtë program, pra të quajtur Rruga e Re, ta ketë mundësinë që ta zbatoj. Pra ky është qëllimi jonë dhe kjo është edhe rrugtimi jonë nëse do të jemi në qeveri. Së fundmi në media janë publikuar disa biseda brenda kryesisë së LDK-s në Viber. Çu i komenton ti ato, pse është bërë kjo, me çfarë tendence? Nuk komentoj tendencat të askujt, mund t'ju them këtë që në LDK jemi partia e parë demokratike në gjithë Ballkanin, pra jo vetëm në Kosovë, por dhe jo vetëm tek populli shqiptar, por jemi partia e parë demokratike në gjithë Ballkanin. Kjo demokraci në LDK gjithmonë ka qenë e zhvilluar, vazhdon të jetë e zhvilluar dhe ne sigurohemi se do të vazhdojë të mbetet e tillë. Pra LDK do të jetë demokratike, sinqerisht, në mënyrë transparente, të hapur, demokratike, dhe nuk kemi asnjë problem që demokracia në LDK dhe punojmë që demokracia në LDK të vazhdojnë e të zhvillohet. Diskutimet në LDK janë të hapura, takimi i fundit ka zgjatur plot 5 orë, pra janë shtrirë gjitha diskutimet dhe në këtë frym do të vazhdojmë të punojmë. Do të ketë gjithmonë ka pasur, ka dhe do të ketë diskutime të hapura, e të sinqerta, e transparente brenda LDK-s, brenda gjitha organeve të LDK-s. Apo tenton dikush ta përçajë kryesinë e LDK-s? Nuk mund përçohet kryesia e LDK-s, pra të organet të partisë kanë dalë nga zgjedhjet e fundit të brendshme të partisë në nëntor të vitit 2023. Kjo udhëheqësi, pra ky kryetar, kjo kryesi, kjo këshilli i përgjithshëm, ky kuvend i partisë ka autoritetin e plot për të vendosur, për të marrë vendime në emër të LDK-s, për LDK-n, për elektoratin e LDK-s, për antarësinë e LDK-s, për vetë LDK-n. Nuk ka këtu asnjë arsye për të menduar që ka ndonjë shajtë të mundshme për çfarë do përçarje. Ka të bëjë me një demokraci të plot, në cila në LDK ka 36 vite gati, pra mbi 35 vite që zhvillohet e kultivohet në LDK. Liga Demokratike e Kosovës në asnjë mënyrë nuk bën koalicion me lëvizjen vetëvendosje. Ky është qëndrim i joni i prerë. Liga Demokratike e Kosovës e ka pas qëllimin e saj të vetëm që nëse për me udhëheq me vendin do kryeministri me i taku Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka pasur takime që kanë qenë edhe madje edhe publike në media, mirë po nuk ka pasur diçka që është diskutuar sa i përket koalicioneve të mundshme të ardhshme. Liga Demokratike e Kosovës nuk përçohet për arsye që ne kemi pasur një proces zgjedhor të brendshëm i cili e kemi mbajtur gjatë vitit 2023, ku unanimisht është zgjedh pas një vot kundër është zgjedh kryetari i partisë Lumer Abdigjiku. Bisedat cilat zhvillohen në organet e Lidhjes Demokratike të Kosovës duhet të mbesin brenda shtëpisë politike. Parisa është diskutuar brenda antarësisë së LDK-s që të ketë ndonjë takim me partitë opozitare për formimin e ndonjë qeverie opozitare. Liga Demokratike e Kosovës ka mbajtur mbledhjen e kryesisë së saj, ku në mbledhjen e saj të kryesisë veç se janë marrë disa qëndrime të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ashtu siç e kemi diskutuar edhe para zgjedhjeve dhe gjatë fushatës zgjedhore, Liga Demokratike e Kosovës e ka pas qëllimin e saj të vetëm që nëse për me udhëheq me vendin do kryeministri me i taku Lidhjes Demokratike të Kosovës, pasi që besojmë që programi i Lidhjes Demokratike të Kosovës Rruga e Re ka qenë dhe është platforma më e mirë për me qeverisë vendin, edhe vetëm një mënyrë qysh programi Rruga e Re mundet me u plasu në Republikën tonë është përmes kryeministrit, kandidatit tonë për kryeministrit Lumer Abdigjikut, kështu që edhe takimet ka pas takime që kanë qenë edhe madje edhe publike në media, mirë po nuk ka pas diçka që është diskutuar sa i përket koalicioneve të mundshme të ardhshme. Do të thotë është kusht që nëse do të formohet një qeveri opozitare, kryeministër të jetë Abdigjiku. Ky ka qenë kushti jonë që nga fillimi i procesit zgjedhor, edhe para fushatës edhe pas fushatës. Unë mendoj që kjo është njëra prej sene më të mira të Lidhjes Demokratike të Kosovës, pasi që nuk ka ndru qëndrime dhe qëndrimet e saj janë të njëjta me fushatën zgjedhore, pra rrjedhimisht që i bjen që nuk e kemi qitë në lajthitje elektoratin tonë me premtime gjatë fushatës zgjedhore. Qashtu që shedim Kushtetuta e Republikës Kosovës mandatin ja jep gjithmonë të parit për me formu qeverin, kështu që janë disa hapa deri të vjente a muj me hyna në koalicion, a vendosim na me hyna në koalicion, a nuk vendosim na me hyna në koalicion, kështu që ka disa hapa kushtetuesi duhet me u respektu deri të mërim, deri të ajo pikë që me vendos
për fatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës në asnjë mënyrë nuk bën koalicion me lëvizjen vetëvendosje. Ky është qëndrim i joni i prerë. Të tjerat, çashtu që thash edhe më herët, që mbesin me u po për shkak të afateve edhe për shkak të normave ligjore që i kemi, edhe kushtetutës që i kemi në Republikën e Kosovës. Nëse lëvizja vetëvendosje me 15 prill do ta propozoj krye parlamentarin, a do ta votoni? Këto janë qëndrime që i merr grupi parlamentar dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, kështu që nuk mëj me pos opinion soi përket kësaj në këto momente që jemi atash. Sfundmi janë publikuar në media disa biseda brenda kryesisë të LDK-s në Viber. Çu i komenton ti ato? A është ndonjë tendencë për me përçau kryesinë? Lidhja Demokratike e Kosovës nuk përçohet për arsye që ne kemi pasur një proces zgjedhor të brendshëm i cili e kemi bërë gjatë vitit 2023, ku unanimisht është zgjedh pas një vot kundër është zgjedh kryetari i partisë Lumer Abdigjiku edhe unanimisht është zgjedh edhe kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës, kështu që këtu Lidhja Demokratike e Kosovës gjithmonë është njohur si parti e cila ka diskutim të brendshëm, ka demokraci të brendshme. Kjo është edhe arsyeja pse mbledhja e fundit e kryesisë ka zgjatur mbi 5 orë. Të gjitha gjërat që janë po në publik, të gjitha gjërat janë diskutuar dhe janë shtjerë brenda organit ton kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, ku aty edhe i kanë shpreh qëndrimet edhe disa persona që i keni po edhe në mesazhe, po ashtu ka pas qëndrimet edhe kryetari i LDK-s edhe kryesia e LDK-s. A do duaj të publikoheshin ato biseda? Bisedat që zhvillohen në organet e Lidhjes Demokratike të Kosovës duhet të mbesin brenda shtëpisë politike, ato që janë për publikun duhet dalin për publik. Unë, mendim jam personal, konsideroj se ato biseda kanë qenë të brendshme, nuk është dashur të dalin në publik, mirë po kjo nuk përcakton asgjë për arsye që siç që kemi po, mendoj që secili qytetar duhet me u ndih krenar që në Kosovë ka një parti politike e cila diskuton në çfarë mënyrë të hapur, në çfarë mënyrë demokratike, pa ju friksu askujt për situatat e brendshme partijake. Kështu që kjo është më se normale në krejt demokracitë botërore, përveç se në Kosovë.